kjo mua si Dënion nuk më bën me Donald Trumpin. Pse flasim ende për komunizmin, fatin e madh që Amerika pati duke luftuar komunizmin vitet 50, mua nuk më bën të prapa mbetur apo të ketë mbetur ora vitet 90. Se kemi një këndvështrim sinqerisht gabuar kur themi që komunizmi iku tani jeta është jo, nuk është jeta e re, sepse ne kemi bie fjala në Shqipërinë tonë të dashur, kemi gati 80% të trupës zotuese të Partisë Socialiste, kemi të prejardhur nga trashëgimia e Partisë Pullës. Ne nuk e zhvojmë dot këtë, por nuk mund të themi që harrojmë se ata fëmijë nipër mbesa familjar, krushqi, të lidhur, rreth shoqëror, të lindur, të edukuar, kanë trashëguar diçka. Ne nuk e zhvojmë dot këtë. Okej. Po padyshim e ke vot. Ti ke qenë gazetare vjetë, Toni ka qenë gazetare vjetë, kemi gjithë jetën bashkë, kemi 30 vjetë. Ne dim si ka qenë KQZ në 91, kush ka qenë antar të KQZ-s, kryetar të KQZ-s, si janë shndruar më mbrapa, si kanë qenë trupat votuese, si kanë qenë trajnimet që na ndërmerrin nga Këshilli i Europës me sekretare, kush vinte, ne dinim trupën zgjedhore. Kjo është trashëgimi politike. Ne vërtet duhet shohim, a kemi një të mirë nga ky zhvillim dhe deri ku ka shkuar? A kemi ne fuqi që të dalim ideologjikisht? Të lutem, më falja rast, më duhet ta gambile, di që ti e ke dëshirë të ndrysh. Jo. Pra ne duhet të shohim, a kemi fuqi që të ndërtojmë një, edhe po flas erdha për një gazetar si unë që e kam mbuluar Partinë Socialiste që kur ishte Partia e Punës, pra që 92, pra nuk ka ku të shkojmë më njëjë, e doni li fort mirë. Pra për shihet kur ka qenë qeveri. Pra a kemi ne një fuqi shoqërore në trupat tona akademike, intelektuale, të fushave të ndryshme, që të mos krijojmë grupe deputetësh që vinë për të marrë tendra, po bie fjala na duhet drejtësia. Palët gjen një fjalë me një rikë, na duhet 30 turistë për të ndërhyrë këtu kodi penal, kodi procedurës penale, institucionet e kodit penal. Pra, ne kemi si shoqëri, unë vërej që ne nuk e kemi këtë si shoqëri, pikërisht për rrethanat që na krijohen. Është shumë e vështirë që mbas 80 vite me histori ne të kemi ndryshime, duhet vërtet shumë. Ka dalë si batut kur Boris Jeltsin takoi akademikët rus mbas shpërbërjes Bashkimit Kriminal Sovjetik, pra që krijoi komuniteti i shteteve të pavarura, dhe kërkoi që të fillonin ndryshimet në librat e historisë, njëri nga i dashur Borisa. Ne kemi 80 vjeta nga revolucioni tetorit. Prit paktën 80 vjet që të fillojmë të mendojmë ndryshe. Pra është e vështirë dhe ne nuk e zhbëjmë dot. Ne duhet shohim, a kemi ne fuqi ideologjike që të ndërtojmë një shoqëri të re. Dhe fitore e mandatit për dikë tjetër. Sikurse për dikë tjetër, fitore e Donald Trumpit erdhën pikërisht sepse politikisht, ideologjikisht ne nuk kemi shtresa përfaqësuese tradicionale historike. Nuk kemi Kennedy, nuk kemi Bush, nuk kemi këtë, nuk kemi atë. Kjo po ndodh në gjithë botën, nuk është është. Jo, dakord, në gjithë botën. Dënion, përpara se të lë të largohesh, po ne këtu tek ne në Shqipëri, kemi ne, pse nuk nxjerrim dot ne një Mamdani, për shemb, Mamdani, ndjes. Pse nuk nxjerrim? Çfarë na mungon? Pavarësisht dëshirës që mund të kemi, ose jo na pëlqen ose jo, bie fjala Arlin Qori, kam një respekt vërtet të madh për të, pavarësisht se jam për shumë fshat, apo për Gjergj Bojaxhiu, ne si shoqëri, ne vemi mbas Berihajt. Kush është Berihaj? Unë nuk e kuptoj, por kur ti Berihaj ka qenë një shprehje njëri kohë, padyshim besoj duhet vi nga koha e Turqisë, mbas Berihaj thot njëri kështu shkojmë një nga mbrapa. Pra ne kemi të vështirë të ndryshojmë. Ka shumë faktorë që është pamundësia ekonomike, është rrjedha që na merren në shkolla, edukimi që kemi. Akademia jonë e shkencave, më lejo shumë shkurt. Akademia jonë e shkencave ka akoma një platformë për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare të pandrejtur dhe të zhbër ose të bërë ligësisht keq, që thotë kjo çështje zgjidhet me Kosovën të drejta, shqiptarët e Maqedonisë, aso ko IRJ-ja, të drejtat e tyre, shqiptarët e Malizit. Thonë që shqiptarët i bashkon Brukseli, me pak fjalë. Domethënë kanë hequr dorë nga teza e vërtet reale që shqiptarët i bashkon Prizreni, jo Brukseli, por Brukseli koncepti mirëfilltas si Brukseli erdhi mbas 2000 ca, se ne ndërkohë ishim KPE-ja, ishim prekur për Bashkën Evropian, ishim Komuniteti Evropian, nuk do samiti nisës, pati zhvillime që edhe vetë Bashkimi Evropian do kohë. Po unë kam që Akademia e Shkencave, pra një trup që duhet të jetë udhëheqëse në mendimin shoqëror, intelektual, politik, ende nuk e thot, nuk e përmirëson një platformë dhe të dalë. O njerëz, a kemi ne Naçertanjen e Garashimilit në Serbi? Nuk ke një tekst alternativ në Serbi. Nuk ke një tekst që kundërshtojnë me Galloidhen e Grijis, pra idenë e madhe. Ke lidhjen e Prizrenit për atë pjesë. Do lidhjen e parë Prizrenit dhe ke qartë. Të lutem më lejo të mbaroj. Thjesht nuk investohet në drejtim. Akademia Serbe e Shkencave dhe Greqia nuk e ndryshojnë parimin e tyre për territoret, qofshin
grek, serb, slav ose jo. Dhe ne nuk guxojmë themi po, ne kemi lidhjen e Prizrenit, ne kemi kuvendin e Vlorës, ne kemi konferencën e Bujanit dhe kjo nuk do të thotë që ne ti marrim me dhunë as me luftë. Kjo nuk do të thotë që ne ndezim sherrë. Pra, e dhash si shembull për treguar ku një trup intelektualësh, një trup akademikësh fillon dhe ngulfatet për një post të kryetarit të akademisë, apo figura të shquara të shkencës, qoftë Skënder Gjinushi në matematikën e aplikuar, qoftë Kastroti Sami në fizikën kuantike, merren me deputetin. Pra ne nuk kemi fuqi të ndalë, ti pret që ne të votojmë Arlim Qorin, është më i majt, është më i përfaqësues për të marrë në Shqipëri. Ata votojnë këtë, apo ato tjetër që votojnë Berishën. Ne nuk dalim, është fatkeqësi dhe më kujtohet ajo e Boris Jelcini që duhet ja 80 vjet në shtet modern.